Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të ndryshme. Kishit menduar ju që Ylli Limani nuk e ka emrin Ylli? Edhe unë në fakt nuk e dija, por Ylli Limani gjithmonë ditë të na surprizoj, ditë na befasoj dhe ekskluzivisht ka treguar emrin e tij. Ai ka treguar emrin, ja kanë vënë emrin dhe çfarë kuptimi ka emri, por ju do të befasoheni në fakt me atë që do të dëgjoni. Në një intervistë në Top Albania Radio, Ylli Limani ka zbuluar shumë detaje jo vetëm sa i përket muzikës, albumit më të ri, por edhe nga jeta e tij personale dhe lidhjet. Këngëtari nuk u rezervua as pak me përgjigjet e tij të vërteta dhe shumë të sinqerta. Në fillim të intervistës, artisti u shpreh se në Shqipëri ndodh shpesh që t'i ngatrojnë emrin dhe arsyeja është se çfarë të bëni me dhuratat e padëshiruara të Krishtlindjes. Në fakt ishte një pyetje e pyetur në emision ku Ylli foli për këtë gjë, uroi të gjithë shqiptarët, por më pas u pyet edhe emri i tij, domethënë një kuriozitet që në fakt ne nuk e kemi ditur. Emri i Yllit nuk emrin Ylli, thot më falni, nuk ma kanë vendosur kurrë. Dëgjoni mirë, domethënë emrin Ylli nuk ma kanë vendosur kurrë. Unë e kam Yll. Vetëm Yll, pa i. Gjithmonë në Shqipëri më thoni Ylli Limani. Gjithë kohën më keni prezantuar gabim, thot. Edhe kur shkoj në ndonjë event, e shikoj nga pas aty Ylli Limani dhe them gjithmonë, është Yll, pa y, thot ai. Çfarë mendon se e dallon Yll Limanin nga artistët e tjerë? Ka qenë kjo pyetja me emrin e ri. Nuk e di, kam qenë gjithmonë ndoshta thot më specifik. Të gjithë njerëzit në stinën e vjeshtës dhe të shiut të ftohtit e kanë lidhur me Yllin, me këngët e mia, me albumin tim. Nuk di të flas për vete në kuptim të mirë të fjalës, ndoshta tekstet, ndoshta ngjyra e zërit që është merit e Zotit, nuk është e imja. Unë vetëm kam ditur ta përdor mendjen. Dhe merit është kjo edhe e prindërve të mi. Do me thënë, Ylli Limani nuk e ka emrin Ylli, por e ka emrin Yll. Yll Limani, do me thënë një emër shumë i bukur dhe i veçantë. Dhe me këtë emër, Yll Limani gjithmonë na ka bërë që ne të ndjehemi krenar. Do me thënë, ju fansat e Yllit, ta shohim një herë edhe Instagramin si e kam, se në qoftë se e ka Instagramin Yll Limani, atëherë do me thënë ne nuk e pas kemi ndjekur asnjëherë këtë detaj të veçantë. Instagramin e ka Ylli Limani. Apo jo, e pas ka Yll Limani dhe Instagramin. Do të thënë Ylli e ka Instagramin e emrin e tij të vërtet. Dhe ne këtë gjë nuk e kemi kuptuar asnjëherë. Do të thënë Yll Limani është emri, jo Ylli Limani, Yll Limani. Dhe Yll Limani këtë gjë e ka potencuar që njerëzit më të mos të bëjnë gabime, por gjithmonë ta ndjekin dhe ta kuptojnë emrin e tij të vërtet. Unë uroj Yllit Yll Limanit shumë suksese dhe shpresoj që ta dëgjojmë në arritjet e tija dhe sukseset e tija gjithmonë.